Ajo shprehur shqetësimi për ngritjen një padije penale kundër rektorit të Universitetit të Beogradit Vladan Gjokic. Bashkimi Evropian po ndjek bllokadën e RTS-s. Mediat publike kanë përgjegjësinë të veprojnë në interesin më të mirë të publikut dhe të sigurojnë hapësirë për të gjitha pozicionet legjitime. Ata kanë të drejtë, ashtu si të gjithë gazetarët të kryejnë detyrën e tyre pas një presion, shkroi Kos në rrjetin social X. Ajo tha se shpreson që situata aktuale mund të zgjidhet përmes dialogut konstruktiv dhe frymës demokratike. Komisionarja Kos theksoi gjithashtu se për të dalë nga ngërçi politik dhe ndarjet në shoqëri, Serbia duhet të intensifikojë përpjekjet në luftën kundër korrupsionit dhe të përmirësojë reformat në sundimin e ligjit përfshirë forcimin e pluralizmit mediatik dhe zgjedhjen e këshillit të autoritetit rregullator për mediat elektronike, përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Këto reforma janë kyç për përparimin e Serbisë në rrugën evropiane. BE afron mbështetje dhe unë planifikoj të vizitoj Serbinë më vonë këtë muaj për të diskutuar për këtë, përfundoi Kos. Studentët vazhdojnë bllokadën e RTS-s dhe RTV. Studentët nga Beogradi dhe Novi Sad kanë filluar bllokimin e ndërtesave të RTS-s dhe radio televizionit të Vojvodinës mbrëmjen e 14 prillit, duke pretenduar se mediat publike nuk raportojnë në mënyrë objektive për protestat e tyre. Ata kanë deklaruar se bllokada do të vazhdojë derisa të shpallet një konkurs i ri për anëtarët të Këshillit të Remit. Në përpjekjen e tretë, deputetët e Kosovës kanë miratuar raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikim të mandateve, duke i hapur kështu rrugën mbetimit të deputetëve dhe konstituimit të kuvendit. Miratimi i raportit me 119 vota, nga 120 sa janë gjësej, erdhi pas deponimit zyrtar të dorëheqjes të kabinetit qeveritar, çështje që u bë shkak për dështimin e 2 seancave të mëparshme mes kundërshtarëve të opozitës. Pas betimit të deputetëve të legjislaturës së 9, lëvizja vetëvendosje si partia që doli e para në zgjedhje propozoi Albulena Haxhiun për postin e kryeparlamentarit, e cila në qeverinë e kaluar mbante postin e ministres së drejtësisë. Por propozimi i shprehur nga Glauko Njufca nuk mori mbështetjen e kuvendit. Vetëm 57 deputet votuan pro kandidaturës, 20 kundër dhe 3 abstenim. Ata që abstenuan ishin deputetet e nismës socialdemokrate, për të cilat u fol se mund të kishin një marrëveshje koalicion me vetëvendosje, ndërsa ata të PDK-s dhe AK-s nuk morën pjesë në votim. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memir Krasniqi, vërejti se votimi kishte treguar se Kurti nuk i ka votat për qeverinë, pasi vetëm 57 deputet nga 61 që i duhen kishin votuar në favor të tij. Deputeti vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka deklaruar se qeveria e re e formuar në Serbi nuk përfaqëson ndryshim, por vazhdimsi të plotë të politikave të presidentit Aleksandar Vučić, si në përmbajtje, ashtu edhe në qasjen ndaj pakicave dhe dialogut me Kosovën. Në një kohë kur Serbia po përballet me kritika për mungesën e përfshirjes demokratike dhe respektimin e të drejtave të pakicave, deputeti shqiptar Shaip Kamberi ka vlerësuar për RTK se qeveria e re në Beograd nuk sjell asnjë përparim, që pas ekspozes së mandatarit për kryeministër u bë e qartë se kjo është një qeveri e vazhdimësisë, nuk u përmendën as të drejtat e njerëzit, as të pakicave, as liria e shprehjes, ose u përmendën vetëm në mënyrë sipërfaqësore, theksoi Kamberi. Ai shtoi se shqetësues fakti që kryeministri i ri nuk pranon në ekzistencën e krizës politike dhe shoqërore në Serbi, duke lënë të kuptohet se qeveria e re do të vazhdojë me të njëjtën politikë, pa përjashtuar as masa represive ndaj studentëve që janë aktualisht në bllokadë.